Bruksizëm quhet kërcitja e dhëmbëve në gjumë. Ka shumë njerëz që i kërsasin dhëmbët në gjumë. Kjo i bjen që ata flajnë, por dhëmbët e tyre jo. Imagjinoni çka ndodh me trupin e njeriut që mendon se po flan, por në realitet s'pushon. Zgjohet në mëngjes me dhimbje koke, plogështi, lodhje, e nervoz. Po, sepse ndërkohë që ka kapluar gjumi, dhëmbët e tij kanë kërsitur, janë shtrënguar, nofullat janë përplas me njëra tjetrën, ama kjo nuk është ves. Por është një sinjal që trupi i jep njeriut për t'i treguar se diçka nuk është në rregull dhe nuk po shkon mirë. Thuhet që një njeri që i kërset dhëmbët gjatë natës e ka pas një stres ose ngarkesë gjatë ditës, ose një njeri që nuk e ka thënë një diçka të rëndësishme gjatë ditës, i ka kërsitur dhëmbët gjatë natës. Nëse ashtu të ndodh ty, mos e injoro, sepse një ditë mundesh edhe mos me pas çka me kërcit, sepse dhëmbët krisen e prishën, ndërsa nofullat lodhen e dëmtohen. Derisa ta gjesh shkaktarin që po të shtyjnë për me bërë një veprim të tillë, përdor goma mbrojtëse për t'i ruajtur dhëmbët, nofullat, po edhe për ta kursyer veten nga lodhja, dhimbja e kokës e frustrimi.